Në Belsh, emri mjekut Agim Hasko është i njohur për shumë qytetarë, jo vetëm për profesionalizmin në shërbim të pacientëve, por edhe për përkushtimin e tij në besimin musliman. Prej rreth 30 vitesh, ai agjiron me dëshirë dhe përkushtim, duke konsideruar këtë praktik jo vetëm një detyrim shpirtëror, por edhe një disiplinë personale që ndikon pozitivisht në jetën e përditshme. Agjërimi në radhë të parë është pjesë e besimit. Padyshim është nga duhet të jenë praktikantë e islamit, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin shëndetësor, agjërimi ka të gjithë të mirat në brenda. Tani këndvështrimet ka të ndryshme. Agjërimi të lehtëson në përditshmëri, të zgjon, të mban gjatë ndërgjegjen, mendjen, dëshirën për punë të mira, largësinë për punë të jo të mira, dashurinë për të tjerët, ndihmën për të pamundurit. I angazhuar prej vitesh në shërbim të komunitetit si mjek, Hasko shprehet se agjërimi sjell përfitime të shumta si në aspektin shëndetësor, ashtu edhe në atë mendor. Nëse gjithkush do ta dinte vlerën e agjërimit, vërtet do të i lumtur dhe i gëzuar të agjëronte. Po padyshim që ka persona të tjerë që agjërojnë prej vitesh, edhe sinqerisht vërtet jam të lumtur që është brezi i ri, të rinj, të kam mbaruar studime, të rinj që cilët janë që agjërojnë edhe praktikojnë besimin islam. Aktualisht ai agjiron së bashku me bashkëshortën e tij, ndërsa djemtë e familjes tashmë kanë krijuar familje të tyre dhe janë gjithashtu praktikues të besimit musliman, duke vijuar traditën e trashëguar.